xhamatlive, haxhive, aty që janë fetar, i bëhet lup psikologjike. Edhe flet kundër fesë, thonë nuk jam kundër fesë, nuk jam kundër teje, po këtë çto i kam unë. Mo kreç çto ti. Çka po i shon, çka po i qet pushton, këtë janë të mirë aty. Ja se kam me ty, ja ti je i mirë, po domon çështu po ndodh. Edhe delaj, pastaj mundohet me shafejnë dhe me ulfejnë, pastaj kur i lshuhen krejtë dhe i lshuhet edhe familja vetë dikur, thotë ja unë e kom pas për qëllim një grup caktum të ekstremista, çka merr vesh vetë ekstremizëm? S'merr vesh as ekstremizëm, as liberalizëm, të islamës, s'merr vesh islamit vetë, familja vetë i thënë që as dy fashje për islam s'ke lexu. Tash po kallëzom ekstremizëm pa ekstremizëm. Çka me i bë luftë psikologjike njerëz. Edhe sot përdoret kjo. Edhe sot përdoret. Ne jemi kundër islamit. Ne jemi kundër ekstremizmit. Fol. I sulmani atakon gjitha shtyllat e islamit me namaze, me haxhe. Çka është haxhi? Po mos sa herë vjen koha haxhit, sa fjalë të kemi edhe na, edhe çfarë aparature propagandistike kundër haxhit dhe kundër islamit e kemi në kohë haxhit. Pastaj do të thotë, unë jam kundër islamit, atë do të bëjnë çka do. Po çka po fol për dështash? Çka mendja hajt mos po e devalvojmë haxhin tek njerëzit e tjerë. Do të thonë sepse janë disa njerëz që është një pakicë shumë e vogël, urrejt smart, fesë, islamofob, aty çka dush. Janë një pjesë tjetër kogje e madhe që e praktikojnë islamin edhe kap për feje shumë. Mirë, mes këtyne është një pjesë e madhe e njerëzve që e dojnë fejnë edhe dëshmojnë që janë musliman, por nuk janë shumë të kapur për fejnë. Domthon ata e bëjnë luftën që tek qëta me e prish pamjen e islamit, me njollës pamjen e islamit, me devalvu institucionin që quhet hoxh, haxhi, xhami, namaz, haxh, edhe pastaj o kry domthon mo këta e humbin interesimin për feje dhe nuk rrin fejat e ta. Kjo është ajo lufta propagandistike ose lufta psikologjike që e zhvillojnë sot. Për ata kjo ishte e rëndë për pejgamberin alayhi salatu wassalam.